Përshëndetje. Vizita e tretë e të dërguarit të posaçëm gjerman për Maqedoninë, Johannes Heindel, duket se ka për t'i dhënë shtytje dialogut të ndërprer mes partive politike për të nxjerrë më në fund vendin nga kriza. Një vit pas marrëveshjes së Përzhinës, aktorët kryesor të saj të thuash nuk po ja dalin të gjejnë gjuhë përbashkët për ato që quhen vendosje e shtetit të së drejtës, zgjedhje të lira e të ndershme apo edhe reformë në media. Këto objektiva aktualisht të debatueshme për forcat të caktuara politike janë edhe parakushtet për integrimin euroatlantik të Maqedonisë. Miq të nderuar, për këto dhe shumë çështje e dilemat të tjera që lidhen me aktualitetin e sotëm, kësaj radhe flasim me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Ali Ahmeti. Në studio kemi dhe kolegun Emin Azemi, unë jam Siladin Gjezairi. Zoti Ahmeti, mirë se erdhët. Politikanët gjithherë jeni në shënjestër të publikut, nuk e tëproj nëse ju pyes si ndjeheni i kërcënuar, i kanosur? Po, vetë jeta është përballje, vetë jeta ka baticat dhe zbaticat e veta, por unë jetë asnjëherë nuk kam ndjer i kërcënuar, asnjëherë nuk jam ndjer i friksuar, dhe nuk e di pse e hapni emisionin me një... Thjesht ka pasur prononcim e ditëve të fundit të zyrtarëve, le të themi kompetent, të cilët lanë të kuptohet se ju dhe ish kryeministri jeni të kanosur. Tani, kur nuk ndalen portalet, kur nuk ndalen dezinformatat, po kjo mbetet aq, vetëm në kuadër të portaleve. Atëherë, rikthehemi qëllimit pse ju kemi ftuar sonte që t'jeni në programin Zigzag. Zhvillimet politike janë në qendër të vëmendjes tash më se një vit, zoti Ahmeti, dhe jo më larg se sot kemi një sondazh të publikuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan, i njohur sipas shkurtesës IRI, gjetjet e të cilit flasin parafërsisht e japin diagnozën çfarë edhe e dim këto 12 apo më shumë muaj këtu në Maqedoni, dhe po citoj, paqëndrueshmëria politike në Maqedoni rritet, besimi në institucionet demokratike është në rënje. Si e vlerësoni momentin aktual si lideri një partie që bën pjesë në koalicionin qeverisës? Tash s'do mend që në Maqedoni ka patur një krizë të theksuar politike, dhe kjo krizë është fillimet e veta i ka pas zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën në 2014. Me që rast opozita braktisi parlamentin, për të vazhduar më vonë me shpërthimin e megaskandalit dhe vënia në funksion të një lufte me bomba që quheshte nga opozita maqedone, një megaskandal që tronditi skenën politike, dhe në këtë situatë u desht që të ndërmerren veprime, hapa e nevojshëm për menaxhim të situatës, që kjo krizë të mos eskalojë deri në pa kontroll, që kjo krizë të mos shndrohet edhe në një përplasje të re ndëretnike mes komunitetit shqiptar dhe atij Maqedonës. Atëherë apeluam që
të gjitha forcat politike në vend dakordohen që për ta menaxhuar këtë situatë duhet të ndihmohemi nga miqtë tanë ndërkombëtar për ta patur më të lehtë menaxhimin, po njëherët edhe futjen në kontroll të këtyre situatave. Dhe ashtu ndodhi, komuniteti ndërkombëtar sigurisht që shprehu shqetësimet e veta mbi zhvillimet në vend dhe Europa ngarkoi komisarin Han për të ndihmuar, për të lehtësuar mbi situatën. Gjithashtu autoritet të plot kishte edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i ndihmuar zoti Han edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian këtu në Republikën e Maqedonisë. Në që rast, pas sa negociatash, takimesh, përfundimisht u arrit marrëveshja e Shkupit, që në fjalorin e përditshëm ka hyrë si marrëveshja e Përzhinës. Megjithatë, zoti Ahmeti, sonte kam këtu dhe kolegun Emin Nazemi në mënyrë që të mundohemi të zbërthejmë pak a shumë gjithë këtë që ndodhi në të kaluarën, jo shumë të largët dhe nga ky hendek nga i cili nuk po ja dalim të dalim. Po Emin. Po, kriza politike për cilën po flet zoti Ahmeti, gjithsesi ka ndikuar në zhvendosjen e agendave tyre programore edhe partijake dhe qeveritare, dhe kjo është vrejt nga shoqëria, nga publiku. Dhe normal që një parti serioze cila është në pushtet, siç është BDI-ja, i ka kushtuar, si themi, kostën në herë në rating, po edhe në këtë shkuptim të publikut, për arsye se një kryetar i formatit dhe zoti Ahmeti ka dashur që të menaxhon dhe të jetë pjesë e menaxhimit, siç tha edhe vetë, të kësaj krize. Dhe ne tani shohim, megjithatë shohim një dritë në fund të tunelit, zoti Ahmeti, por ajo që neve na intereson, ku janë shqiptarët dhe kjo dritë, sa do t'i ndriçon interesat e shqiptarëve pas gjithë kësaj krize, sepse ne po e shohim se megjithatë ishte një konflikt i brendshëm brenda Maqedonas. Dhe për hir të vërtetës ne duhet të themi se shoqëria shqiptare, qoftë opozitare, qoftë edhe mediat, kanë qenë të involvuar, por ju keni qenë ata drejt për drejt pjesëmarrësit në bisedime dhe neve si shoqëri që nuk kemi qenë përfshirë në këto, neve na intereson cilat janë benefitet dhe cilat janë përparësitë e përfundimit të kësaj krize, cila siç po shihet edhe nga vizitat e fundit të dërguarve dhe hajnde dhe këtyre tjerëve, pra po shihet se megjithatë do të ketë një rrugëzgjidhje. Tash, për thonë të vërtetën, stabiliteti është interes për të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë, pa dallim feje, krahine, ideje dhe etnie. Në thotë të gjithë kanë nevojë për stabilitet, të gjithë kanë nevojë për paqë, të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë janë në pritje për zhvillime të reja, për zhvillime që janë në dobi të Republikës së Maqedonisë, që vendi sa më parë të integrohet në Bashkimin Evropian, sa më parë vendi të antarësohet në NATO, sa më parë vendi të ketë marrëdhënie të mira me fqinjet, dhe që të gjitha këto që unë i përmenda janë edhe në dobi të komunitetit shqiptar. Dhe shtrohet pyetja, po çka në veçanti shqiptarët përfitojnë në gjithë këtë situatë.
Në radhë të parë jemi përpjekë që në kuadër të marrëveshjes të përfshihet edhe marrëveshja e Ohrit. Që në këtë marrëveshje, thotë marrëveshja e Ohrit përfshihet vetëm me një fjali, por marrëveshja e Ohrit është një kapitull i tërë, është një histori e tërë, me çka do thotë është menduar që të bëhet një ekspertizë detajuar mbi materializimin e kësaj marrëveshje, të shihet sa është arrit, çka nuk është arrit. Do thotë këto janë biseduar brenda negociatave dhe nuk ka patur hapësirë që të futen më shumë fjali apo më shumë shpjegime që të jepen brenda marrëveshjes. Gjithashtu ke proceset euroatlantike që përfshihen në një fjali, por që në thelb këtu është biseduar shumë gjatë dhe këtu nuk kuptohet që të zgjidhet çështja e emrit dhe të vendosen raporte dhe marrëdhënie të mira me fqinjët, siç është nënshkrimi i një marrëveshje përfaqësi të mirë me Bullgarinë, ose brenda kësaj marrëveshje janë marrëdhëniet ndëretnike. Thotë që vërtet perspektiva e këtij vendi mvaret se si do ndërtohen raportet mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Dhe këto raporte mes shqiptarëve dhe maqedonëve sigurisht që mund të jenë shumë të mira, shumë të forta në mes dy komuniteteve, nëse ne ecim në rrugë të mbarë në drejtim të realizimit të plot të marrëveshjes së Ohrit dhe në drejtim të antarësimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Me realizimin e këtyre shtyllave kryesore, ne jo vetëm që bëhemi pjesë e familjes së madhe të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, por njëherë prodhojmë edhe marrëdhënie dhe afërsi mes dy etnive të më të mëdha në Republikën e Maqedonisë. Megjithatë, zoti Ahmeti, po i referohem një dokumenti të partisë suaj të lëshuar më 30 janar të vitit 2016 dhe pika 5 thotë: kontributi për një proces të besueshëm dhe atmosferë pozitive është i domosdoshëm për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike më 24 prill 2016, të cilat duhet të rezultojnë, thoni ju, me krijimin e qeverisë stabile dhe të qëndrueshme që të ketë mundësi ndërmjet tjerash të përballet me integrimin euroatlantik, çështjen e emrit, marrëdhëniet ndërfqinësore, marrëdhëniet ndëretnike, pritshmëritë dhe rekomandimin e kushtëzuar nga Komisioni Evropian, samitin e NATO-s në Korrik, si dhe krizën me refugjatët nga lindja e mesme. Nga 30 janari e deri më sot kanë kaluar 4-5 muaj dhe ne jemi këtu ku jemi. Për të zbatuar një marrëveshje politike, siç është ajo e 2 qarshorit dhe aneks marrëveshjes 15 korrikut të vitit të kaluar, nuk ka qenë një zhvillim i lehtë. Marrëveshjet nuk realizon aq lehtësi, se pas arritjes së marrëveshjes dalin vështirësitë në materializimin e marrëveshjeve. Ne kemi parashikuar që me 24 prill të vitit tani që jemi 2016, sipas marrëveshjes jemi dakorduar të gjitha palët që zgjedhjet të mbahen dhe që mund të krijojmë atmosferë pozitive, jehon pozitive, që në samitin tani të qershorit të Bashkimit Evropian, po njëherët edhe në samitin e NATO-s, të kemi një atmosferë pozitive për të marrë hapa në drejtim të afërimit të vendit drejt marrjes së ftesës për në NATO, po edhe njëherët drejt krijimit të kushteve të mira për të
për të filluar negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Mirë po ndodhi krejtësisht e kundërta, opozita kërkoi shtyerjen e zgjedhjeve dhe që të spostohet data nga 24 prill në 5 qershor. Kjo hapi një debat goxha të fortë edhe në grupet negociatore dhe arritëm dakordsinë që ta spostojmë datën e zgjedhjeve nga 24 prill në 5 qershor. Mirë po tani këtu pati edhe një ndërhyrje jo të mençur, jo mjaft të analizuar, jo mjaft të studiuar nga i ashtu quajturi kryetari i shtetit Ivanov, me që rast aboloi fali 56 njerëz të cilët ishën të akuzuar dhe kjo krijoi një krejtësisht rrethona të reja, me që ka ne nuk mund të merrnim pjesë në një proces të kontestueshëm, të diskutueshëm kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht dhe na vuri në situatë për të rishqyrtuar pozicionet tona, politikat tona, edhe pse ne kemi qenë mjaft të përcaktuar që zgjedhjet të mbahen me 24 prill dhe përkundër asaj që u spostua data për 5 qershor përsëri me vendosmëri dhe me fanatizëm kemi mbrojtur marrëveshjen e arritur me 2 qershor të vitit 2014 që kjo marrëveshje të funksionoi 2015 më falni, që kjo marrëveshje të funksionoj, kjo marrëveshje të zbatohet, Bashkimi Demokratik për Integrim krijoi shtabin zgjedhor, formoi 463 shtabe lokale dhe komunale, me që rast të tërë këtë projekt lëndoi dhe e vuri në pikë pyetje zhvillimin e zgjedhjeve vetë hapi i gabushëm i të ashtu quajtur kryetari parlamentit i shtetit. Megjithatë zoti Ahmeti, e përmendni opozitën maqedonase, megjithatë edhe ndërmjetësit euroamerikan lanë të kuptohet edhe para se ta bëj hapin e vet, çfarë bëri presidenti Ivanov, se kushtet për zgjedhjet lira e të ndershme nuk janë plotësuar. Lista e debatueshme e zgjedhjeve, reforma në media, ndarja e partisë nga pushteti dhe ishit ju ata që thanë se zgjedhjet janë zgjidhje. Çfarë ndodhi që ndryshuat qëndrim? Çfarë ishte vendimtare në këtë sens? Unë mendoj që vendimtare që ne ndryshuam pozicionin tonë, ndryshuam qëndrimin tonë, e theksova më lartë, ishte vetë hapi i gabushëm i presidentit. Por që zgjedhjet do të ishën mbajtur me 5 qershor, kjo nuk do koment, sepse unë që flasë këtu dhe flasë me përgjegjësi të plot, që ne jemi dakorduar të gjitha palët, fillimisht për 24 prill që të mbahen zgjedhjet dhe këtë dakordsi e kam patur edhe Brukseli edhe Washingtoni dhe forcat politike në vend. Dhe tani ndryshimi nga 24 në 5 qershor është bërë me insistimin e opozitës, duke qenë ne të vetëdijshëm që përsëri opozita nuk ishëm të sigurt se a ka gatishmëri të vërtet që të marrë pjesë në 5 qershor, por ja që në komunikim të përhershëm edhe me komunitetin ndërkombëtar, ne e spostuam datën në 5 qershor dhe tërësisht këtu pozicionet tona i ndryshoi vetë hapi i Ivanovit, me që rast ne nuk mund të merrnim pjesë në një proces të kontestueshëm, sepse lista që theksoni ju
nuk është përgjegjësi e partive politike a do jenë listat e pastruara apo s'do të jenë listat e pastruara, është përgjegjësi e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ai komision është komision i pavarur, është rrit numri i antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe ato kanë kompetenca të plota për të bërë punën e vetë. Dhe çdo koment që mund t'jap unë si parti politike, a ka bërë mirë Komisioni Shtetëror Zgjedhor punën, a se ka bërë mirë, do të ishën qëndrime politike, kurse përgjegjësitë ligjore i ka Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Po, gjithsesi që kriza që ndodhin në Maqedoni dhe që është ende aktuale nuk ka mbet, nuk është ishull që nuk reflekton mendoj unë pasoja në region dhe më gjë, dhe unë desha me këtë rast ta pyes mysafirin dhe t'i kthehet edhe një herë një deklaratë të tij e cila ka qenë shumë e cituar në Shtyp. Dhe nga le ta përfundojmë këtë pjesë. Pikërisht, unë mendoj se lidhet kur u përmend refugjatët dhe një Dakor, po le ta te kalojmë këtë çështjen. Përmendet Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, vendimin e debatueshëm për shpërndarjen e parlamentit, ishte partia juaj ajo që ju drejtua kushtetuesës, ishte kushtetuesja ajo që e riktheu parlamentin e shpërbër. Për hir të së vërtetë, zoti Ahmeti ka pasur edhe vlerësime sipas të cilave ju u bët palë, e mbrojtët, le të themi, vëmëron. Tash kështu, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është avokat, as i vëmërues, as i LSDM-s. Nuk është as servis i njërës, as servis i tjetrës. Ne kemi qenë të vetëdijshëm që paguajm kosto në menaxhim të kësaj situate, sepse edhe unë jetoj në këtë truall, edhe unë ha bukën e këtij vendi. Kam dëgjuar zëra nga më të ndryshëm. Bashkimi Demokratik për Integrim duhet të braktisë institucionet, duhet të braktisë ekzekutivin, duhet të braktisë parlamentin, por unë kam përgjegjësi për njerëzit, unë kam përgjegjësi për ata që kanë votuar Bashkimin Demokratik për Integrim dhe fundit unë kam përgjegjësi për të gjithë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, sepse me shpalljen e rezultateve në një cikël zgjedhor, sigurisht që nuk mund të ketë dy të fituar, po ka një të fituar, dhe ai që fiton zgjedhjen në këtë rast Bashkimi Demokratik për Integrim dhe si përfaqësues i saj unë kam përgjegjësi tani më për të gjithë shqiptarët, ashtu siç ka përgjegjësi opozita që të jetë zër opozitar për të gjithë shqiptarët, sepse është në interes të të gjithë shqiptarëve zëri opozitar, por është në interes të të gjithë shqiptarëve zëri i partisë që fiton zgjedhjet dhe punët që bën partia që fiton. Dhe le ta dëgjojmë edhe zërin e opozitës, jo më larg se dje lideri i opozitës shqiptare këtu në Maqedoni, zoti Thaçi, pas takimit me të dërguarin e posaçëm Gjerman Johannes Heindel, ka deklaruar parafërsisht këtë, po mundohem ta citoj, se vizita ishte në funksion të përpjekjeve për ta rikthyer në jetë marrëveshjen e Përzhinës, dhe kjo përpjekje është një tentim i cili, thotë zoti Thaçi, nuk beson se do të rezultojë me ndonjë sukses dhe rezultat konkret. Rikthimi i qeverisë së vjetër VMRO BDI e ka komplikuar më tej situatën, kështu flet opozita shqiptare. Mirë, opozita pjesëmarrëse në negociatat për marrëveshjen e Përzhinës. Ka të drejtë opozita edhe të flasë, t'japë mendim, t'japë vlerësim, por mbi të gjitha marrëveshja e Shkupit mbijeton. Marrëveshja e Shkupit është shtyllat kryesore të marrëveshjes së Shkupit janë zbatuar.
dhe mbi këtë mund të hedhim një sër argumentesh. E para, është formuar Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Opozita është kthyer në parlament. Është themeluar prokuroria speciale. Ka dhënë dorëheqjen kryeministri, kanë dhënë dorëheqjen ministrat e punëve të brendshme, transportit, drejtori i sigurimit të shtetit. U kërkua më vonë që të shtyhen zgjedhjet, edhe kjo u bë, u spostuan zgjedhjet. Doli Ivanovi me qëndrime të papjekura, u krijua një avari në skenën politike, në skenën diplomatike, dhe tani më zgjedhjet janë shtyr pa afat, dhe afati vetëm është ai ligjor që zgjedhjet duhet mbahen në 2018, por këtu nuk ka vend për panik, duhet të filloj një dialog i mirëfillt në mes të partive të politike, dhe ne kemi një marrëveshje derisa kemi qenë në negociata, që në 1 dhjetor partitë politike detyrohen, obligohen që të ulen dhe të diskutojnë, të flasin se kur do mbahen zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Maqedonisë. Tash për tash, përpjekjet janë bërë që në vend të stabilizohet situata politike, sepse kishëm një situatë kaotike, të pakontrolluar. Llogarisni ju që në Ministrinë e Punëve të Brendshme vepronin forca paralele. Dhe thjesht kjo më ka vënë mu në një situatë jashtëzakonisht të vështirë, që unë të kërkoj me këmbgulje që gjërat të futen në binar, sepse ka mund të na ndodh gjëra shumë të papritura, gjëra me koste shumë të lartë, dhe aq më tepër kur unë thirra në takim Ministrin e Punëve të Brendshme, që ishte bashkë me kryetarin e opozitës, me zotin Zaev, dhe i them që ne kemi përgjegjësi si parti politike, pavarësisht që ju jeni në opozit, por informacionet e mia flasin për situata shumë të rrezikshme brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dhe me këto fjalë u drejtova kryetarit të opozitës. Dhe për këtë është mirë që të na shpjegojë dhe vetë Ministri i Punëve të Brendshme, pasi është këtu në takim. E keni fjalën për zotin Oliver Spasovski. Për Oliver Spasovskin. Dhe po ai, Oliveri, Ministri i Punëve të Brendshme, pohoi përpara meje dhe përpara Zoran Zaevit që ai nuk e kontrollon situatën brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme. Brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme po thyhen dyer dhe policët po rrinë me fishek në tyt. Kjo ishte tmerruse dhe këto unë i ndëgjova, këto pohime i ndëgjova prej disa bashkëvendasve të mi, të cilët janë njësit për ndërhyrje të shpejtë, dhe sigurisht kjo më ka vënë në situatë që unë të mbledh dhe të gjitha organet drejtuese të Bashkimit Demokratik për Integrim për t'ju shpjeguar mbi këto situata kaq të rrezikshme. Dhe kjo na obligoi neve që ne të hyjmë në negociata me të gjitha palët. Unë kam komunikuar edhe me opozitën, edhe me VMRO-DPMN, kam komunikuar edhe me komunitetin ndërkombëtar, kam qenë shumë transparent me të gjitha palët, me palët në vend, po edhe me komunitetin ndërkombëtar, që ne duhet t'i japim rrugë zgjidhje. Këtë
këtij problemi, sepse mund të na ndodh problem shumë ma i madh brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme, brenda radhëve të policisë, por kërkush nuk mund të na siguron, as nuk mund të na garanton që ka keqbërës, ka skenar nga ma të zit, po të na vritesh neve qoftë 2-3 policë prapa shpine, qofshin ato shqiptar apo maqedonas, dhe këtu tani ishte ajo flaka e baroti që mund të ndizeshte dhe mund të shndroheshte në një zjarr mes dy komuniteteve të mëdha. Dhe kjo zgjidhje që kemi bërë ne tani, unë nuk them dhe nuk pretendoj që është nga zgjidhjet më të mira, por fillimisht është dashur të krijohet stabiliteti, fillimisht është dashur të kthehet të normaliteti, të gjithë kërkonin të rikthehet parlamenti në funksion. Të gjithë kërkonin që zgjedhjet të spostohen në një afat të pacaktuar. Dhe këto dy momente ndodhen. Parlamenti u rikthy, institucionet fillun të funksionojnë, sepse këtu nuk funksiononin as institucionet, nuk funksiononin. Dhe e gjithë kjo u komentua para se ndodh rikthimi i parlamentit. Unë kam dëgjuar nga shumë publicist, nga shumë analist, analiza nga më ndryshme, kishte edhe prej atyre që skeptik, që thoshin kjo nuk mund të ndodh. Mirë po, vërtet na ka marrë energji si Bashkim Demokratik për Integrim në komunikim me të gjitha palët, duke filluar që nga KQZ-ja, duke parë të gjitha anët se si mundemi të vim dhe të realizojmë ligjërisht rikthimin e parlamentit, sepse kishte një vendim për vetë shpërbërje. Jo, një moment, këto janë momente shumë kritike, dhe dikush mendon që me aq lehtësi ka ardhur deri tek rikthimi i parlamentit, apo dikush mendon që këtu ka një skenar dhe një dram me një regji të para përgatitur. Kjo ka ardhur në saje të vendosmërisë, edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk duhet mohuar edhe inkurajimin që ka bërë komuniteti ndërkombëtar, por nuk duhet harruar që edhe vetë VMRO-ja si parti më e madhe në vend filloi të reflektoj, dhe sepse unë kam qenë shumë i hapur, kanë qenë të hapur edhe komuniteti ndërkombëtar, veprimi i Ivanovit ka dëmtuar jashtëzakonisht përcaktimet dhe procesin. Në këtë rast, VMRO-ja nuk duheshte të bie në grackën e Ivanovit, sepse pjesa dërmuese të falurëve janë antarë dhe pjesëtarë të VMRO-s apo funksionarë të lartë të VMRO-s, dhe Ivanovi i bëri fajtor pa u përballë me gjyqin. Dhe pikrisht këtu ka qenë piknisja e ime, që pse ju bëheni fajtor pa u vërtetuar në një proces gjyqësor. Sikur lart kuptohet, sikur provoi se ishte nën presion politik. Ne kemi ushtruar, për hir së vërtetës, kjo nuk është fshehtësi, po e keni në çdo komunikat që ne kemi thirrur të gjitha institucionet e vendit të reflektojnë dhe të shohin, të rishqyrtojnë pozitat dhe vendimet e veta. Do thotë, kemi komunikuar me KQZ-n, kemi komunikuar me gjykatën kushtetuese, kemi komunikuar, siç thash edhe në fillim, me të gjithë faktorët politik në vend, kemi komunikuar me komunitetin ndërkombëtar dhe arritëm deri tek kjo zgjidhje që thash nuk është nga më të mirat, por ja që janë hapur rrugë për të ulë në tavolinë dhe për të parë se si do të vazhdojmë deri tek realizimi i organizimit të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Po, paralelisht me ballafaqimin e Bashkimit Demokratik për Integrim me krizën, me atë që neve jemi dëshmitar ta shohim, megjithatë ndodhi zoti Ahmeti dhe një riformatim i një pjese të qeverisë dhe zëvendësimi i disa ministrave të kësaj qeverie me disa ministra të ri,
dhe nga disa ky reformatim u lexua si sinjal se megjithatë në partinë tuaj ka vullnet dhe ka indicje që të ndodhin disa reforma, ndërkaq kritikuesit e juaj dhe të kësaj ndërmarrjeje thonë se kjo ishte këto ishte ndryshime për të mbuluar një krizë të brendshme. Cila është e vërteta sipas jush? Tash komente bëhen gjithandej, e drejta e çdo kujt është komentoj, e drejta e çdo kujt është jap mendimin dhe vlerësimin e vet. Por Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë situatë veproi për të mos spostohet vëmendja e tërë opinionit në gjëra të parancishme, në gjëra që nuk janë të dobishme për komunitetin. Tash, në atë situatë ju e dini që u shpërndan njësër përgjimesh të montuara, të shpikura, të shpifura, dhe këto dilema unë i kam hedhë para e sa muesh që me të dhënat dhe informatat e para që na ranë në duar, se ka përgjime, ka zëra që stërshiten në tregun e Bitpazarit, në tregjet e Ferizajt, të Stambollit, të Strugëse, dhe kjo më vuri në situatë goxha alarmuese. Kam diskutuar e kam ngritur të çështje me të gjitha forcat politike në vend, i kam ngritur në prokurorinë speciale, i kam ngritur këto shqetësime të mia në kuadër të koalicionit, po edhe me komunitetin ndërkombëtar, sepse këto gjëra s'mund të kontrollohen dhe njerëzit mund të kompromitohen familje të tëra e kështu me radhë, dhe kështu ndodhi. Dhe përderisa degradoi kaq keq ky proces, më thotë ne ndërmorëm këto hapa të përbashkët, bashkë me gjithë ekzekutivin, bashkë me të tërë forcat e Bashkimit Demokratik për Integrim, kryesi, këshill të përgjithshëm, që vëmendjen ta mbajmë tek procesi, vëmendjen ta mbajmë tek punët e dobishme dhe tërësisht të anashkalojmë ato situata të pa rëndësishme. Dhe këtu në fakt kemi dhënë dy porosi që Bashkimi Demokratik për Integrim është një forcë serioze që edhe rrallë kush mund ta bëjë, që të ndryshoj me vullnet të mirë 12 funksionar të lartë, sepse ky ka qenë edhe vullneti i tyre, se kanë vënë interesin e përgjithshëm si përparësi dhe jo interesin e ngusht personal apo si funksionar. Dhe porosia e dytë ka qenë që Bashkimi Demokratik për Integrim ka kapacitete, ka forca që në çdo kohë, në çdo moment, çdo kush mund të zaventohet dhe askush i pazaventueshëm nuk është përfshi këtu prej meje e deri tek antari më i Jemi këtu, zoti Ahmeti, ka pasur zëra në media se mund të ketë edhe një riformatim të pjesës së BDI-s në qeveri. Po, dëgjoj edhe zëra të tillë nga mediumet, nga portalet, sigurisht. Cila është mendja juaj? Ne kemi bërë një reformatim, ne kemi bërë një ndryshim. Të gjithë këta njerëz janë duke punuar dhe unë nga studioja e juaj ju uroj atyre punë të mbar, pa ndonjë shqetësim, por të gjithë të jenë në krye të detyrës dhe të dalim
dhe të dalin faqe bardhë në kryerjen e misionit të tyre. Por unë, Ali Ahmeti, nuk jam njeri i pazareve që të bëj ndryshime sa herë që kërkon një individ apo dikush dhe nuk bëj tregti me ndjenjat e njerëzve, me përkushtimin e njerëzve dhe mbi të gjitha me dinjitetin e njerëzve. Ajo që mua dhe opinion publik i intereson, zoti Ahmeti, këto që ju e elaboroni, pra ky reformatim a mund të sjell një reformim që përflitet edhe prej zërave të brendshëm edhe prej të jashtëm të partisë në përgjithësi, sepse kjo është unë mendoj një signal edhe një akt i guximshëm i një lideri për hir të vërtetës me ndërmarrë një veprim të tillë dhe ne i dim ambicjet edhe të njerëzve natyrshme të panatyrshme, por neve na intereson sepse një parti që edhe ju do të pajtoheni, një parti që është një kohë gjatë në pushtet akomodohet dhe vetë pushteti fillon me kriju ato kulturën e jo gjithmonë adekuate me synimet e partisë, prandaj neve na intereson sa kjo ndërmarrje juve e guximshme do të reflektohet edhe në ndërmarrje tjera, në freskimin e partisë, në prurjet e reja kështu me radhë. Sigurisht Bashkimi Demokratik për Integrim në vazhdimsi ka bë freskime, në vazhdimsi ka patur parasysh prurjet e reja dhe këte edhe e kemi bërë. Për shembull, po t'i hedhësh një sy grupit parlamentar nga të paktën ata që vazhdojnë mandatin e dytë apo të tretë. Nga 19 që janë deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim, 14 janë për herë të parë deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim, ose qeveria që u ndryshua, ose që u bë pas zgjedhjeve të parlamentare, më thotë më shumë se gjysma ishin ministra të rinj. Por kjo nuk do të thotë që është bërë e tëra. Në Bashkimin Demokratik për Integrim ndryshimet do të vazhdojnë. Le të mbetemi tek kjo që ka akoma për të bërë. Akoma ka është e vërtet atë që thatë edhe ju, jemi gati 15 vite parti që fitojmë zgjedhjet. Ky ka qenë vullneti i shumicës qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe ne jemi përpjek që të mos i zhgënjejmë qytetarët shqiptar në këtë hapësirë, por jemi të përgjithshëm, jemi të ndërgjegjshëm që ka akoma punë për të bërë, akoma duhet menduar për forca të reja, për sjellje, prurje të reja. Le të flasim tek, ta rikthejmë tani në tavolinë çështjen të cilën fillimisht e inicoi Emini për atë procesin e eurointegrimit dhe vështirësitë në bërjen realitet të këtij objektivi edhe të partisë suaj, zoti Ahmeti. Jo më larg se sot ministri i mbrojtjes Zoran Jorlevski citohet të ketë deklaruar se është optimist se në masat e mirëbesimit me Athinën zyrtare të vendosura Rishtazi, mes Shkupit e Athinës, pret që të krijohet një klim për tejkalimin e çështjes së emrit dhe futjen e vendit në Aleancën Ushtarake të NATO-s. Ndërkohë, po ja jap tani fjalën Eminit. Jo, unë desha vetëm ta plotësoj që të mos marrim dy herë fjalën, që t'ju lam hapësirë juve dhe të keni në tavolinë teza, formë idesh për çka të bisedojmë. Kjo që thotë Seledini, pra, është një përfolje dhe një analizë e përhershme e njerëzve që e vëzhgojnë dhe elaborojnë çështjet politike dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, pra, dhe
hetohen dyshmangje, mendojnë nga ata që kritikojnë Bashkimin Demokratik për integrim, liderin e saj, se dhënia prioritete e integrimeve euroatlantike sikur e ka spostu interesat apo sikur e ka spostu agendat kombëtare të shqiptarëve, por në anën tjetër ka edhe një shmangje tjetër që fatkeqësisht nuk e potencojnë shumë opinionistët dhe analistët shqiptarë, pra që ka edhe një spostim të përcaktimeve të një pjesë të establishmentit Maqedon, të cilët sikur nuk e kanë kuptuar drejt këtë përcaktimin tuaj europerëndimor, por sikur janë të prirur edhe ata të bëjnë një shmangje dikun nga lindja, dikun kështu. Dhe pra kemi dy shmangje, po dhe ju jeni në mes, pra. Dhe si do të arrini që me këto animozitete edhe të opinioni publik, po edhe një pjesë, sepse ne dim që Maqedonia nuk po shkon në NATO për shkak të emrit. Dhe ju keni qenë shumë të angazhuar në këtë drejtim. Mirë, po ja që sikur nuk ka një vullnet politik të partnerit tuaj. Dhe gjithë kjo sa juve ju shkakton problem tu pas parasysh pra edhe opinionin shqiptar, edhe Bashkinë Ndërkombëtar, edhe ju jeni një person mjaft me përgjegjësi dhe si do t'ja dilni më tutje që ta shtyni këtë proces. Dhe në këtë mes, po ndërhyj edhe unë, thuhet ka zëra në Shkup që thonë se Bashkësia Ndërkombëtare dhe saktësisht Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përse tepërmi po përzihen në punët e brendshme të Maqedonisë, ka pasur madje zëra se në një shtet të së drejtës ambasadorët e caktuar dhe duhej të shpalleshin persona non grata, dhe në këtë rafsh juve ju vendosin në anën në taborin e aleatëve euro-amerikan. Të përkthjelur. E ndihmon procesin, e pengon procesin, gjithë kjo? Tash, më bëri përshtypje zoti Azimi, zëra kritika në adres konkretisht në adres time që bëhen. Çështja është që Bashkimi Demokratik për Integrim, po edhe unë personalisht, kam pas një përcaktim të paluhatshëm që në këtë vend duhet të lihet e lirë fjala e lirë. Në këtë vend të mos ketë arbitraritet dhe njerëzit të friksohen për të dhënë mendimin e lirë. Qofshin edhe mendime a më pëlqenë mu, as më pëlqenë mu. Dhe unë për këtë jam krenar. Në Republikën e Maqedonisë, në kampin shqiptar, qoftë politik, qoftë mediatik, le të dalë një zënë që të thotë që Bashkimi Demokratik për Integrim kërcënon apo shantazhon dikë, qoftë ai politikan, qoftë ai gazetar, qoftë ai publicist. Opinioni është ai, populli është ai që duhet të bëj vlerësimin e një partie politike. A bën mirë, as bën mirë. Mirë po, unë mendoj që të gjithë ne kemi përgjegjësi që të mos i degradojmë dhe të mos i banalizojmë sharjet e fyrjet, ofendimet, por t'i kanalizojmë në përcaktime dhe në mendime për ta çuar shoqërinë përpara. Se kur gjë nuk e ka ndihmuar shoqërinë, nëse tërë ditën shan Ali Ahmetin me fjalët nga ma të ultat, dhe çka i ndihmove shqiptarëve,
Po, shqiptarëve të ndihmon nëse u thua që këtë punë Ali Ahmeti nuk e ka bërë si duhet. Këtë punë Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e ka bërë si duhet. Por jo ama, unë të shaj Emin Azemin tër ditën dhe të mos u thënë shqiptarëve se që ka punuar Emin Azemi keq. Po, zoti Ahmeti, shqiptarët ju dëgjojnë edhe në fushata parazgjedhore, edhe në paraqitjet tuaja, gojën e keni plot integrim euroatlantik. Mendoni se do të vitë dita... E nisat e Azemi edhe do dali edhe aty që e kam gojën plot edhe gojën plot do e mbaj, sepse është interes madhor i shqiptarëve të jenë pjesë e NATO-s, është interes madhor i shqiptarëve të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Kurse sa i takon gojës plot, unë jam njëri nga ata që 15 vite kam thonë që vitin e ardhshëm ne do ta fitojmë lirin, vitin e ardhshëm do të ketë kryengritje, 15 vite. Më thotë unë kam majtë tubime duke filluar që nga Struga, ilegalisht, fshehurazi nga pushteti, duke përfunduar në Mitrovic dhe duke filluar nga Leqa e Italis, Hamburg Gjermanis dhe Paris e Stockholm të Francës e Suedis. Dhe njerëzit vitin e ardhshëm na thoshën, mirë, vitin e kaluar na thot, na keni thonë që kryengritja do filloj, liria do vi. Tash përsëri po na thoni. Por pas 15 viteve, duke mos humbur besimin tek qëllimi, se liria do vi, dhe ajo ndodhi. Dhe unë jam maj njëri nga ata, prej të shumë të vetë, që kam punuar, dhe kur nuk e kam humbur besimin tek qëllimi. Sot e ke shtetin e Kosovës, sot shqiptarët në Republikën e Maqedonisë i ke me status të barabartë, edhe pse ka edhe shumë punë për të bërë, por asnjëherë mos e humb besimin tek qëllimi. Se qëllimi realizohet. Asnjëherë mos e humb besimin tek punët e mira, por puno që të afrohesh tek e mira. E lehtë nuk është. Sepse unë këtu po dëgjoj, dalin ish ambasador Maqedonas, Nikovska, nuk e di si i kanë emrat. Po, ka... Të mos përmendim emra... Jo, mar edhe me emra ti përmendim. Pse mos me i përmend? Pse të fshihemi? Po, ai është në kundërshtim me bindjet e mia dhe të popullit që unë përfaqësoj. Ai Risto Nikovski. Po, edhe ai ka një pjesë. Po, edhe ai ka një pjesë mas vetet. Punë e modhe se kemi në studio. Le të na ndëgjoj. Le t'ja përkthejnë. Ai promovon teza që në këto hapësira nuk ka hapësirë për NATO dhe për Bashkimin Evropian. Sepse ato na marrin integritetin, ato na marrin sovranitetin dhe ne po shndrohemi në vazal të Amerikës, në vazal të Europës dhe në vazal të NATO-s. Ky vend armëri tjetër nuk ka, përveç se antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është vullnet i shumicës dhe është përcatim i shumicës së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Pyetja shtrohet kur? Është çështje kohe. Kemi emrin. Sepse këtu gjërat duhet t'i shohim me realizëm. Është çështja e emrit. Pas zgjidhjen e çështjes së emrit, nuk ka ftesë për antarësim në NATO, por zgjidhja e çështjes së emrit nuk varet vetëm nga njëra palë, po varet nga dy palët. Varet edhe nga pala greke, varet edhe prej palës maqedone. Por edhe tek Republika e Maqedonisë, tek pala maqedone, është pala tjetër, është pala shqiptare. Do si do ne, çfarë do zgjidhje nuk mund të pranojmë për çështjen e emrit. Ne nuk mund të pranojmë që ky vend të quhet Republika Slave e Maqedonisë. Ne nuk mund të pranojmë që ky vend të quhet Republika Kombëtare e Maqedonisë. Në thot, jemi pjesë e problemit. Dhe
Unë mendoj që gjërat shkojnë në drejtim të mirë për zgjidhje. Vonesa mund të ketë, po harres jo. Nuk janë probleme aq të thjeshta që me një të ranë të arrihet rezultati. Këtu duhet edhe ndihma e komunitetit ndërkombëtar, e miqve tanë, pa ndërmjetësim. Unë jo një herë kam thënë, pa ndërmjetësim ndërkombëtar, ky problem nuk do zgjidhet, sepse është problem emocional dhe ku ka emocione nuk ka racionalitet. Sigurisht ka humbur racionaliteti tek palët. Po çka është e dobishme në këtë situatë? Unë kam patur disa vizita, disa takime me palën greke. Unë kam parë që te ky format aktualisht në Republikën e Greqisë, në veçanti nga takime që kam patur me ministrin e jashtëm të Greqisë, ka një vullnet të fortë për zgjidhjen e këtij problemi. Dhe këtu duhet inkurajim dhe duhet guxim e vendosmëri, sepse është një pjesë e madhe tek bashkëqytetarët tanë Maqedonas që mendojnë që po që se ne e ndryshojmë, arret një kompromis për emrin, ne na humb identiteti, ne na humb shteti, ne na humb historia, jo. Përkundrazi, forcohet identiteti, forcohet shteti, je në umbrellën e të fortëve, bësh i fort bashkë me të fortët, nga i vogël bësh i madh me të mëdhejt. Shifni sot, Shqipëria ka të drejtën e vetos në NATO. Greqia ka të drejtën e vetos në NATO, ka të drejtën e vetos në Bashkimin Evropian. Dhe ne kemi nevojë për paqë, stabilitet rajonal. Paqja, stabiliteti, siguria nuk mund të funksionojnë vetëm në një region të caktuar, pa pas gjithë përfshirje në hapësirë. A ka rrezik megjithatë, zoti Ahmeti, që ky përcaktimi juaj shumë parimor të mos lexohet drejt gjithmonë, dhe a ka rrezik që megjithatë, sepse kjo punë nuk bëhet vetëm, domethënë duhet të ketë vullnet të dyjanshëm, siç po e thoni ju, dhe a ka rrezik që mbështetja popullore, mbështetja elektorale të bie për juve, dhe atëherë si do të ecin punët. E para dhe e dyta, përshtypja ime është se nganjëherë ky përcaktim i drejtë i juaj nuk lexohet drejt nga disa funksionarë të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët obligimet e shtëpisë të tyre komunale, vendore, sikur i lanë, se thojnë e kemi natën, dhe unë pak po e banalizoj, po më kuptoni drejt në base, dhe mendimi im dhe një pjesë të opinionistëve është që mbase mos duhet që kjo paralelisht të bëhet, që Ali Ahmeti dhe leadershipi i saj të merret me këto, por punët tjera të mos lihen pa u kry, për arsye se sikur abuzohet pak a shumë me këtë formulën e përcaktimit euroatlantik. Ka zëra, ka dhe indicje, ka dhe dhëna, se megjithatë nuk lëvizin disa gjëra në rrafsh lokal vendor, pikërisht për shkak të zhvendosjes së këtyre parametrave, gjë që unë mendoj se asnjëna tjetër nuk e rrezikon, nuk e prish. Ashtu është thua, nëse i ndan këto zhvillime, të thua që përcaktimi im është NATO dhe BE. Ti mund të shkosh në NATO as në BE pa standarde, qofshin standarde të fushës juridike, qofshin standarde të fushës ekonomike. Në NATO dhe në Europë nuk mund të shkosh leckëman. Përse Europa edhe ndan fonde i pa fonde, si që quhen ato, më thot për të afruar standardet mes vendeve të kandidate dhe vendeve të anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe këtu është interes i yni që ne të jemi në bashkëpunim dhe në kërkim të përhershëm
për të qenë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe çka është me rëndësi këtu, sepse ka zëra të tillë që jo, mase ky Bashkimi Evropian do shpërbahet siç u shpërbën Jugoslavia, siç u shpërbë Bashkimi Sovjetik. Jo, këtu ndryshojnë gjërat. Këtu ne kërkojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Jugoslavia u bë me diktat, u bë me pushtet policore ushtarak, Bashkimi Sovjetik u bë përmes dhëmzorëve të tanksave, taj Bashkimi Sovjetik me 22 milion kilometër katror. Në Bashkimin Evropian duhet të plotësosh standarde, dhe Bashkimi Evropian të ofron, të inkurajon, të ndihmon, që të afrohesh me standardet. Dhe tash janë rritë edhe standardet, kërkesat janë rritë për vendet kandidate. Do të plotësosh një sër standardesh, iku koha kur u antarësua Bullgaria, Rumania, Hungaria, antare të Bashkimit Evropian. Dhe thot, tani më kërkesat janë shumë më të larta në fushën e jurisprudencës, në përmbushjen e standardeve të... Dhe a krijon kjo ndonjë dembeli në BDI, në Unë mendoj që mund të abuzohet kjo? Në Bashkimin Demokratik për Integrim shfrytëzohen të gjitha resurset, shfrytëzohen të gjitha mundësitë. Tash unë do flas tu për shifra do flasin ato që kanë punuar, por janë shfrytëzuar maksimalisht fonde nga Bashkimi Evropian, janë shfrytëzuar maksimalisht fonde nga investimet kapitale që ndahen për infrastrukturë në Republikën e Maqedonisë dhe sigurisht kam punuar mirë, as kam punuar mirë, tash e një vjet do bëhet vlerësimi, sepse do ketë zgjedhjet për pushtet vendor, zgjedhjet lokale. Atëherë të presim e të shohim për atë, por t'i kthehemi asaj dritës në fund të tunelit, siç e tham në çelët e këtij bashkëbisedimi, zoti Ahmeti. Aty këtu dhe gjithnjë e mëzëshëm nga analist të esull, dhe thosha shtrohet çështja nga përshkon Maqedonia, ju jeni ndër politikanët e rrallë këtu në Maqedoni, që para shumë muajsh, mbase edhe para një viti, keni përmendur Ukrainën. Keni përmendur armët vrastare në linjët mesme dhe sikur ky skenar na erdhi në shtëpi. Kriza e refugjatëve. Ka pasur përplasje mes lindjes dhe perëndimit në radhë të parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam parasysh këtu një deklaratë të sekretarit amerikan të shtetit, John Kerry, dhe shefit të diplomacisë ruse, homologut të tij Lavrov, ku të thuash atë vijen e kuqe, zhvillimet, përplasjet, rivalitetin e tyre i vendosin këtu diku afër nesh dhe Maqedonia përmendet konkretisht. Kemi afrinë e Beogradit më shumë me Moskën se sa me Bashkimin Evropian. Nga Moska i thonë mund të hyni në Bashkimin Evropian, por duhet të keni status neutral kur është fjala për NATO-n. Tash, gjëra duhet t'i thomi edhe hapur, shkurt e shqip duhet t'i themi. Rusia është superfuqi. Dhe kjo sigurisht që kërkush nuk e mohon. Rusia është potencial bërthamor. Kërkush këtë nuk e mohon. Rusia është vend që kërkon të bëj shtrirje dhe ndikimet e veta. Dhe hiq pa dorashka këtë më ka thonë mu një ambasador i Rusisë që ka qenë agaron e kishte emrin këtu në Republikën e Maqedonisë. Ne jemi të interesuar që të kemi bashkëpunim me Maqedoninë, por ne nuk na intereson a do jetë Maqedonia në BE, a do jetë Maqedonia në NATO, sepse ne jemi forca vetë që duam
të kemi ndikimet tona. Dhe kjo është transparente. Sigurisht që Maqedonia është një vend i rëndësishëm. Udhkryq. Është udhkryq. Dhe ne si përcaktim e kemi përcaktimin euroatlantik, sepse këtu i shohim interesat tona. Këtu shohim ardhmërinë e brezave të ardhshëm në kuadër të kësaj aleance dhe në kuadër të këtij bashkimi që nesër do të quhet Shtetet e Bashkuara të Europës. Për të gjithë ata skeptikë që thonë që do shpërbëhet Europa si Jugoslavia, si BRS, Bashkimi Sovjetik, unë them që për 40 vite Europa, ky bashkim evropian, ka përparuar as shumë s'ka që edhe skeptikët më të mëdhej nuk kanë mund ta besojnë, as edhe optimistët më të mëdhej nuk kanë mund të mendojnë që do arrihet ky sukses. Të heqë dorë nga marka, demarka gjermane, Gjermani a dash një punë e madhe. Të heqë dorë Franca nga franku është dashur një punë e madhe, sepse këtu ke emocione, këtu ke histori. Mirë po, përcaktimet e ardhmja kërkon që të sakrifikosh të dhimbshmen, të sakrifikosh emocionet, mos lidhesh me emocionet për t'i kthesh racionalitetit. Sot po vepron një bashkim evropian me politika unike. Nuk ka kufin mes të vendeve të bashkimit evropian. Unë jam njeriu që e njoh Europën me kufi dhe pa kufi. Unë jam marratisur në 84 dhe kam lëvizur në të gjitha shtetet e Europës. A dashur t'i humbish me 10 orë në për kufi dhe sot t'i lëvizish për Kroacisë e të dalish në veri të Europës, nuk ndalesh në asnjë. Megjithëse Schengenin e kemi në krizë. Kriza dhe do të ketë, sepse ja që ndikoi për shembull kjo lëvizja që e përmendi Azemi e refugjatëve, që unë mendoj që edhe kjo është një lëvizje politike e motivuar dhe e inkurajuar prej diku. Dhe pikërisht kjo lëvizje është ndikuar nga politikat, unë po them, moskovite, që të bëhet e tërë dyndja e popujve në luftra, popujve arab, për ta vënë në sprov Europën dhe Europa të dështoj përballë miliona e miliona refugjatëve dhe të krijohet një anarki dhe një se thua avari, një situatë e pa kontrolluar dhe me shumë pasoja. Kështu që edhe kjo është lëvizje politike, nuk duhet parë lëvizja e refugjatëve vetëm si hallegji, por duhet parë edhe si një lëvizje politike. Shqiptarët a mund të jenë indiferent ndaj këtyre apo duhet të përcaktohen ndaj këtyre tentimeve të Moskës e të Washingtonit për të instaluar njëherë për gjithmonë zonën e tyre të influencës? Sepse zoti Ahmeti ka pas aty këto bredhje gjeopolitike tek shqiptarët, të cilët ndoshta nga emocionet, ndoshta nga efektet e momentit të takimit me një lider të lindjes apo të perëndimit, sigur janë dërguar disa sinjale jo të mira te miqtan perëndimor. Çka mendoni ju në ombrellën e ashtu quajtur Bashkimit Evropian, edhe ju e keni potencuar, po edhe gjithë politikanët tjerë që aty janë edhe interesat e shqiptarëve. Në anën tjetër, nganjëherë jemi folklorik kur themi një shtet, një kombë, por sikur nganjëherë
shtetin e qendrim. Po, synin nga njëherë hedhim edhe nga lindja, ndërkohë që interesat tona edhe kulturore edhe geostrategjike nga perëndimi. Shme, gjëra do t'i shohim në këtë plan. Çka është interes strategjik, çka është interes politik i shqiptarëve, po edhe i popujve të Ballkanit në përgjithësi. Këtë problem që e ngritni ju, unë mendoj që një përgjigje shumë shkencore, shumë të natyrshme, para 100 e sa vitesh, ja ka dhënë rilindasi apo edhe ideologu i rilindjes kombëtare shqiptare Naim Frashëri. Dielli lind për shqiptarët në perëndim. Më thot, po të ndalim dhe të analizojmë këtë filozofi të Naim Frashërit pas 100 viteve, që është rujt gjallë me fanatizëm edhe nga ato që nuk kanë ditë shkrimi lexim, sepse ne i takojmë kulturës perëndimore, ne i takojmë ekonomisë dhe zhvillimit historik perëndimor, por gjithsesi nuk duhet harruar që lëvizje të gjitha palët bojnë. Nga lindja e largët, nga lindja më e afërt, nga lindja më në veri, nga lindja më në jug, për ndikimet e veta brenda hapësirës ku jetojnë shqiptarët. Unë mendoj që ne nuk duhet të bëjmë gabime, ne nuk duhet të jemi në eufori, se na afron dikush një dhuratë e peshqesh dhe të përqafojmë çfarëdo ideologjie që nuk përkon me përcaktimin dhe ndërtimin ton si komp, dhe si tërsi, unë mendoj që shqiptarët kanë përcaktim të drejtë, përkundër gjithë këtyre vërshimeve politike, përkundër pozitës strategjike që kanë shqiptarët dhe Maqedonia, bashkë edhe me maqedonasit, edhe me shqiptarët janë një nyje nervalgjike, që duhet patur kujdes në ndërtimin e politikave. Unë vetëm do të hedh një krahasim të bëjmë. Me një të gdhirë në mëngjes, në vizit vjen Putini në Athinë. Dhe pikrisht vjen në Athinë në ditën kur parlamentarët e NATO-s mbanin mbledhjen në Tiranë. Tash, unë nuk mendoj që sërish do të hapen frontet dhe butonët e kuq për bomba bërthamore. Por që Maqedonia, Shqipëria, Malizi, Kosova janë në interes. Sigurisht ka interesa edhe nga të tjerët, por ama përgjithësi shqiptarët janë drejt të përcaktuar, të angazhuar, sepse i bashkojnë interesat me interesat euroamerikane, me interesat e NATO-s. Këtu kemi të bëjmë me bashkim interesash. Të mos, nëse nuk do ishte interes madhor i shqiptarëve, sigurisht që
nuk do ishte ky përcaktim euro-amerikan apo përcaktim për antarësim në NATO. Garigjia më bëjnë të ditur se jemi në minutat e fundit, e përdorët shprehjen nyje neuralgjike, nuk e teproj nëse e quaj këtë krizë që kemi kaluar si krizë goxha neuralgjike këtu tek ne. E filluam me krizën, le ta përfundojmë me krizën. Zoti Ahmeti, a jeni optimist se do të i kalohen këto dilemat që janë të pranishme, do thosha më tepër në blokun politik Maqedonas, që reduktohen atë më e rëndësishme është data e zgjedhjeve apo përmbushja e kushteve për zgjedhje? Edhe një plotësim, falë se ne dhe nëse flitet shumë për zoti Ahmeti për një takim të mundshëm, edhe një format të mundshëm të liderëve politik, a do të ketë takim të liderëve politik që t'i rikthehet atij dialogu të munguar një kohë dhe si mendoni të përmbyllet kjo situatë, kjo krizë, me këtë përbërje të qeverisë, do të kemi qeveri teknike të ekspertëve, a do të jenë këto të varura me zgjedhjet apo para zgjedhjeve do t'i kemi këto? Ata që na ndjekin ju intereson shumë kjo t'i dinë këto detaje. Fillimisht të gjithë kërkonim të rikthehet parlamenti. Të shtyhet data e zgjedhjeve. U bën këto? Këto u bën. Çka më tutje? Shtrohet problemi çka më tutje. Unë mendoj që hapi i radhës duhet të jetë takimet mes 4 partive politike nënshkruese të marrëveshjes Shkupit dhe aty të hapen temat. Kur do mbahen zgjedhjet, cilat standarde duhet plotësuar, për mediumet, siç e përmendi në fillim Sela, se harroi, dhe aty të bisedohen gjërat, aty të arrihet dakordësia dhe përfundimisht mendoj që nga marrëveshja e Shkupit të respektohet pika e marrëveshjes 100 ditë para se mbahen zgjedhjet të formohet qeveri, kabinet për organizimin e zgjedhjeve parlamentare. Kur do të ndodhin zgjedhjet parlamentare? Se edhe ky problem shtrohet. Ne në marrëveshje e theksova edhe më lart, e kemi që në fillim të dhjetorit, me 1 dhjetor duhet të ketë dakordsi mes palëve se kur do mbahen zgjedhjet. A do jenë zgjedhjet në 2018-ën? A do jenë zgjedhjet në 2017-ën? Kjo nuk mund të paragjykoj rezultatin. Në këtë vjesht, as teoretikisht zgjedhje nuk ka dhe nuk mund të bëhen, sepse për të bërë zgjedhje në vjesht, me një korrik duhet të kesh qeveri për organizimin e zgjedhjeve. Qeveri për organizimin e zgjedhjeve me një korrik pa u negociuar është e pamundur dhe teoretikisht e parealizueshme. Kjo është lajm për ne. Le ta mbyllim me këtë lajm të fundit. Pra, në vjesht, sipas zotit Ahmeti, përjashtohet mundësia që në tetor të kemi zgjedhjet parakohshme, që është një ndër spekulimet në Shkup? As teoretikisht s'është realizueshme. Dhe para se të ndahemi, zoti Ahmeti, këtë fundjavë fillon kampionati evropian i futbollit. Të shtunën, në mos gabohem, nuk marr shumë erë nga sporti, nga futbolli, luajnë përfaqësuesja e Shqipërisë dhe ajo e Zvicrës. Për kë do të bëni tifo? Tani unë ditë për kë do bëj tifo, po të kishte luajtur Shqipëria me Kosovën, atëherë do të më kishte vënë situatë që me vështirësi të përcaktohem, a opton, sigurisht unë pres edhe do bëj tifo për Shqipërinë, po pres edhe të fitoj Shqipëria
Përkundër asaj që atje luajnë një 6 shqiptarë, shumica janë edhe anë shqiptarë. Dhe parashikimi juaj, cila përfaqësuese kombëtare do të mund të dalë më e mira? Mos thoni Shqipëria përsëri? Jo. Tani ajo është futboll, në futboll topi është i rrumbullakët edhe nuk dihet nga lëviz. Dhe kush fiton? Mendon me Zvicrën? Jo, në përgjithësi, kush do të... Shve, ta është e kombëtarët është interesante, sepse nuk mund të thuash që Spanja, për shembull, është kualitative, sepse ka marrë Reali, kanë marrë Barcelona, ka kualitative. Ata janë të gjithë lojtarë të ardhur nga shtetet të tjera, dhe kombëtarët nuk mund të përcaktohesh në sajë të futbollit të ekipeve që luajnë brenda shtetit. Edhe njohësit e rrethanave urojnë që lojrat të jenë të lira e të ndershme, njësoj si zgjedhjet për të cilat urojmë kur të mbahen të jenë të lira e të ndershme. Sigurisht të ndershme do të jenë lojrat edhe referimet të ndershme, sepse edhe atje iku kryetari i FIFA-s. Miq të nderuar, kemi arritur kështu në fund të zigzakut ton të sonte me numrin 1 të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Ali Ahmeti. Gjatë mëse një orëve folëm për momentin aktual politik në për të cilin po kalon Maqedonia, pse jo prekëm edhe çështjet që kanë të bëjnë me përcaktimet euroatlantike të rajonit, përfshirë këtu Maqedoninë, përfshirë këtu dhe shqiptarët, dhe krejtësisht në fund nuk e lëshuam pa e pyetur edhe për atë se kush do të jetë kampion në kampionatin e afërt të futbollit. S'më mbetet asgjë tjetër, pos t'i falenderohem zotit Ali Ahmeti, kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kolegut Emin Azemi, që ishim në zigzakun e sontëm. Të njëjtin do të mund të ndiqni edhe në ritransmetim këtë të diel që vjen pas. Unë jam Seladin Gjezairi, faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.